Federica Mogherini është përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe zëvendës presidenti i Komisionit Evropian u mor në pyetje për 10 orë nga zyra e prokurorit publik evropian në Bruksel për menaxhimin e Akademisë Diplomatike Europiane në Kolegjin e Europës në Bruges. Pas marrjes në pyetje, Mogherini u lirua dhe mori pasaportën duke i mundsuar lëvizje të lirë brenda dhe jashtë Belgjikës. Hetimi përfshin gjithashtu 2 shtetas të tjerë italian. Ambasadorin Stefano Sanino, sekretari i përgjithshëm i EEAS-s, dhe Cesare Zegreti, menaxheri i kolegjit. Sipas akuzës, Sanino mund të ketë dhënë informacion të përkohshëm për tenderin, duke favorizuar kolegjin. Mogherini ka kundërshtuar çdo pretendim, duke theksuar se të gjitha informacionet ishin publike dhe procedura ishte plotësisht transparente. Nuk ka pasur privilegje apo qasje në informacione konfidenciale. Blerja e ndërtesës në Spanja dhe Strat me vlerë 3.2 milion euro ishte vendim i qartë dhe i domosdoshëm, pa nevojë për informacion të veçantë. Akademia Diplomatike është tashmë operacionale në kolegj, me një marrëveshje 4 vjeçare 2024-2028 që i beson menaxhimin Mogherinit dhe kolegjit. Projekti ka një vlerë totale afërsisht 1 milion euro, me rreth 700.000 euro të destinuara direkt për Bruges, duke përfshirë studime fizibiliteti dhe aktivitetet trajnimi. Mogherini ka mbrojtur çdo hap procesit, duke nënvizuar se qëllimi kryesor ishte krijimi një klase më të mirë diplomatike për vetë Bashkimin Evropian.